Asgjë nuk dhem më shumë se kur fëmijët e tu rritën dhe pa pritur duket sikur nuk kanë më nevojë për ty. Unë dhe bashkëshorti im ndjem një ditë se kishim mbetur vetëm. Kur fëmijët ishin të vegjël, ne ishim qendra e botës së tyre. Por kur hyn në adoleshencë me hormonet, ndryshimet dhe botën e tyre të TikTokut, ne menduam se ata nuk na donin më. Pa pritur, distanca u rrit dhe ne mbetëm të pambështetur, edhe pse kishim rritur me kaq dashuri. Atëherë kuptuam diçka të dhimbshme. Për vite të tëra kemi mësuar nga mentorët që nuk kishin as fëmijë, dhe askush nuk na tregoi si të komunikojmë me gjeneratat e reja. Sfida e përditshme nuk ishte tek fëmijët tanë, por tek mënyra jone e gabuar e komunikimit. Prandaj, ulëm egon, kërkuam ndihmë dhe mësuam nga ekspert botror. Dhe pam që edhe pse gjeneratat kanë ndryshuar, ka një gjuhë që i bashkon të gjithë, gjuhën e dashurisë dhe dëgjimit të vërtet. Ky është mesazhi i kursit tonë 1 vjeçar. Si të rikthesh afërsinë me fëmijët e vegjël, adoleshentët dhe të rriturit e ri. Në një kohë kur telefonat, TikToku dhe bota jashtë shtëpisë duket sikur i marrin prej teje. Kursi fillon në tetor. Nëse ndihesh se po e humb lidhjen me fëmijën tënd, ky është vendi ku ajo rilind. Kliko tani dhe mëso gjuhën që i lidh zemrat përtej brezave.